Tash nas po kena nevojë më marr, po mendoj shumë mirë që kjo është në Zvicër, se nas po kemi nevojë më marr në Kosovë për me realizu fotografi. Për jeta tjetër, jeta tjetër, shumë rregulla tjera. Mirë po kam pas shumë shoqëri në Zvicër, edhe tash që sa vite punoj si fotografe, kam pas shumë klienta të Zvicrës, edhe kjo më ka bërë me undi shumë rehat, për shkak se edhe kur e kam ha biznesin, prap njëjtit klient më kanë ardhur edhe në Zvicër, sikur se kanë ardhur në Kosovë. Kështu që shumë ma shpesh edhe prej klientave si që kam dëgju, kur më thonë që shumë mirë që kjo ardhur në Kosovë, se tash nas po kena nevojë më marr, po mendoj shumë mirë që kjo ardhur në Zvicër, se nas po kemi nevojë më marr në Kosovë për me realizu fotografi. Kështu që edhe atje shumë mirë kam gjetë vetën, shoqëri shumë e mirë, edhe jo vetë shoqëri me shqiptar tash, edhe shoqëri edhe me t'huj, me nacionalitete të ndryshme, kështu që shumë mirë. Përveç shqiptarëve që t'u kanë ofru dhe ke qenë edhe të një lloj ndihme për ta, sidomos atje, se është nacionalitete tjera përmende që ke punu me ta, me kë ka qenë më lehtë me punu prej nacionaliteteve t'uja? Prej nacionaliteteve t'uja me kuptohet shumë shpesh edhe me Turqili, shkaku që e kemi paka shumë edhe si shumë traditat njëjta të dasmave, edhe realisht me ta kam pas një lloj bashkëpunimi shumë të lehtë, mirë po edhe me shqiptar kuptohet që patjetër po. Edhe me zvicran kemi pas shumë bashkëpunime, edhe shumë shpesh, sidomos na për dasma, e martu zvicran me shqiptar, aty ka qenë tani edhe një halo pak ma lehtë, se thuj se dasma ka qenë shqiptari, jo. Kemi antikimin tonë shqiptar, kudo? Kudo që shkojmë.